Sot në mbrëmje zhvillohet finalja e madhe Ferma VIP 3, një edicion që zgjati plot 80 ditë në drejtimin e Arbana Osmanit. Në finale kanë mbërritur 5 fermerë: Moza, Bujaka, Soni, Elvisi dhe Iliri. Prej tyre, vetëm njëri do të shpallet fituesi Ferma VIP 3. Në sondazhin e zhvilluar në kanalin Zona VIP me pyetjen "Zgjidhni fituesin", rezultatet janë këto. Në vendin e 5, renditet Iliri me 4% të votave. Në vendin e 4, renditet Soni me 5% të votave. Në vendin e 3, renditet Bujaka me 9% të votave. Në vendin e 2, renditet Elvisi me 19% të votave. Ndërsa në vendin e parë, si më e votuara nga publiku, renditet Moza me 63% të votave. Duhet thënë se Moza ka dominuar pothuajse në çdo sondazh të zhvilluar gjatë këtij edicioni. Që nga dita e parë e hyrjes në fermë, ajo ka fituar zemrat e publikut, i cili e ka mbështetur vazhdimisht gjatë gjithë rrugëtimit të saj në këtë format. Sipas këtij sondazhi, fituesja e Ferma VIP 3 është Mihmoza Ahmeti. Megjithatë, siç dihet, rezultati përfundimtar vendoset nga produksioni. Gjatë këtij edicioni, shumë shikues kanë komentuar se Iliri ka pasur një mbështetje të veçantë nga produksioni. Por kush do ta fitojë realisht Ferma VIP 3? Përgjigjen do ta marrim sonte gjatë prajmit final. Po ju, kush mendon se duhet ta fitojë Ferma VIP 3? Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.